Kjo grua piu uthullmolle çdo mbrëmje, ja se çfarë ndodhi më vonë. Kur të zgjoheni në mëngjes, do të zhduket dhimbja e barkut dhe e lukthit, por edhe era e keqe, niveli i lartë i sheqerit dhe për pak kohë do të keni edhe një përmirësim të tretjes. Cilësinë e mirë të uthullës së mollës do ta merrni nëse e shtoni atë në dietën tuaj. Për sa kohë është e tretur mirë në ujë, ajo nuk do të nxjisë probleme, dhe për sa kohë nuk konsumoni më shumë se 1 deri në 2 lugë uthullmolle të tretur në ujë. Dëgjoni me vëmendje cilat janë cilësitë më të mira të uthullës së mollës dhe cila mund të përdoret edhe të pihet përpara se të shkoni për të fjetur në mënyrë që të kalojë në një shprehi. Sipas Bright Side në këtë video, do të rendisim përfitimet e uthullës së mollës nëse e konsumoni në mbrëmje dhe nëse e tresni mirë në ujë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse ndjeni uri para gjumit, mund të tresni një lugë çaji uthullmolle në një gotë me ujë. Duke u bazuar në shumë studime, obeziteti është i lidhur ngushtë me gjumin. Sa më shumë peshë të ketë një njeri, aq më shumë probleme me gjumin do të ketë ai. Uthulla e mollës ka aftësinë të luftojë grumbullimin e dhjamit dhe të reduktojë oreksin. Uthulla gjithashtu përmban pektin që relakson trurin, kështu që kur ndjeni të uritur përpara se të hiqni duart nga çokolata, përzieni një lugë gjedhe uthullmolle në një gotë me ujë dhe konsumoni. Kjo është një mundësi shumë e mirë lehtësuese për rastin tuaj. Uthulla e mollës gjithashtu mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të fytit. Bakteriet përgjegjëse tek dhimbjet e fytit nuk mbjetojnë dot në ambiente ku ka uthullmolle. Merrni një lugë çaji uthullmolle dhe e kaloni një orë përpara se të shkoni në shtrat. Kështu përfitimet e saj do të jenë të menjëhershme në lehtësimin e problemit tuaj dhe do të nxisin gjithashtu një përmirësim të çështjes tuaj. Gjithashtu, lemza do të ndalohet me përdorimin e uthullës së mollës. Uthulla e mollës stimulon nervat përgjegjës për lemzën dhe shijimin e uthullës do ta bëni që të harroni nervat e lemzës. Në një lugë çaji uthullmolle tresni në një filxhan me ujë të ngrohtë, edhe mjafton kaq për të ndaluar gjithashtu edhe problemet e lemzës. Mos nguroni ta përdorni si një zgjedhje lehtësuese kundër këtij shqetësimi. Çlironi hundët e zëna duke përdorur uthullën e mollës. Uthulla e mollës është e pasur me magnez, kalium, vitaminën B1, vitaminën B2, vitaminën A dhe gjithashtu E. Pastron mukozën dhe gjithashtu lehtëson edhe sinuset. Përzieni një lugë çaji uthullmolle në një gotë me ujë dhe e pini përpara se të shkoni në shtrat. Kështu, përfitimet e saj do të jenë të menjëhershme dhe do të lehtësoni edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Rregulloni aciditetin e stomakut duke përdorur në ndihmë të shëndetit tuaj uthullën e mollës. Uthulla e mollës ka aftësinë të ulë nivelet e aciditetit në stomak. Thjesht përzieni një lugë gjedhe uthullmolle në një gotë me ujë dhe e pini përpara se të shkoni për të fjetur. Kështu përfitimet e saj do të jenë të menjëhershme dhe të larmishme dhe do ju ndihmojnë gjithashtu të qetësoni situatën tuaj stresuese. Uthulla e mollës do të rregullojë gjithashtu edhe problemet e frymës së keqe. Bakteriet në gojë mund të jenë një arsye kryesore pse goja juaj vjen erë të keqe. Siç e përmendëm edhe më herët, uthulla e mollës mund të vrasë bakteriet dhe të ndalojë erën e keqe të saj. Ndaj përdorimi i uthullës së mollës në këto raste mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për situatën tuaj. Ju mund të merrni një lugë çaji uthullmolle përpara se të shkoni në shtrat. Të bëni gargare me këtë përbërje dhe do të lehtësoni inflamacionin dhe mbi të gjitha do të përmirësoni erën e keqe të gojës. Uthulla e mollës do të reduktojë dhimbjet tuaja të stomakut. Uthulla e mollës ju ndihmon që të harroni pagjumsinë gjatë natës dhe gjithashtu të lehtësoni shqetësimet tuaja. Përdorimet të tilla të uthullës së mollës do ju ndihmojnë edhe në dhimbjet e stomakut. Uthulla e mollës mund të lehtësojë problematikën tuaj. Ju nuk keni nevojë që të krijoni probleme me gazrat në stomak dhe shtrëngimet e tij. Mjafton të përzieni një lugë çaji uthullmolle përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo mund të pihet edhe për të lehtësuar dhimbjet e stomakut dhe fryrjet e tij të një pasnjëshme, citon Step to Health. Uthulla e mollës do të jetë një aleate shumë e mirë e organizmit tuaj edhe në ndalimin e problemeve të keqtretjes. Pagjumësia është e lidhur ngushtë me
digestionin. Uthulla e mollës ju ndihmon në problemet e fryrjes dhe të përzierat. Përzjeni një lugë çaji uthullmolle me një gotë me ujë me mjalt dhe pini atë përpara se të shkoni për të fjetur, ose gjatë kohës që ndjeni tretje të dobta. Kjo është një mundësi shumë e mirë në rastin tuaj që do ju ndihmojë edhe kundër problemeve të keqtretjes. Reduktoni dhimbjet e gjurit me përdorimin e uthullës së mollës. Mungesa e kaliumit konsiderohet si një nga shkaktarët kryesorë të dhimbjeve të gjurit. Për fat të mirë, uthulla e mollës është e pasur gjithashtu edhe me element të kaliumit, që kanë aftësinë të reduktojnë dhimbjet dhe të reduktojnë gjithashtu balancat e qëndrimit të trupit, duke lehtësuar kështu edhe problemet e dhimbjeve të gjurit. Uthulla e mollës është një lehtësuese shumë e mirë e situatës suaj edhe kundër problemeve të sheqerit në trup. Nivelet e larta të sheqerit në trup janë ndër problemet më të larta të njerëzve që vuajnë gjithashtu edhe nga pagjumësia kronike. Uthulla e mollës mund të përmirësojë ndjeshmërinë e insulinës dhe të reduktojë gjithashtu nivelet e sheqerit, për sa kohë që është një lehtësues nuk do të shkaktojë komplikacione nëse e përdorni brenda mënyrës së duhur. Uthulla e mollës është një tretësirë që nëse përdoret dhe aplikohet si duhet në dietën tuaj, përfitimet e saj do të jenë mbreslënse. Chelsea qëndron te mënyra e përdorimit të saj. Mos e egzagjeroni me përdorimin e uthullës së mollës, duke u përdorur me kujdes, vetitë e saj do të jenë vërtet të mira. Uthulla e mollës është një recetë e vjetër shtëpiake popullore. Njerëzit e kanë përdorur atë për shekuj me radhë, për gatime dhe në mjekësi. Shumë njerëz pretendojnë për lehtësimin e një sër probleme shëndetësore me përdorimin e uthullës së mollës. Uthulla e mollës ka aftësi të ndryshme për shëndetin, përfshirë efektet antimikrobike dhe antioksiduese. Për më tepër, prova tregojnë se përfitimet e saj mund të jenë të mira edhe për organizmin për sa kohë që përdoret me kujdes dhe brenda normës së lejuar, ndikimi i saj do të jetë i menjëhershëm dhe i favorshëm në dobi të shëndetit tuaj. Sidoqoftë, ekzistojnë disa ullëntime që duhet të rekomandojnë terapitë me uthull molle, por duhet të përdoret me kujdes dhe nëse merrni medikamente të caktuara, mos harroni të konsultoheni me mjekun tuaj përpara përdorimit të uthullës së mollës. Uthulla e mollës është një lehtësues e mirë e shëndetit. Uthulla e mollës bëhet duke fermentuar kështu sheqerin nga mollët. Kjo i kthen ato në acid acetik, i cili është një përbërës kryesor aktiv dhe mund të jetë përgjegjës për përfitimet e tjera shëndetësore. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj. Substancat kryesore të uthullës janë acidi acetik dhe mund të vrasë bakterie të dëmshme dhe të lehtësojnë gjithashtu organizmin tuaj. Për sa kohë nuk tepërohet, uthulla e mollës do të kthehet në një aleat të mirë për shëndetin tuaj. Ndaj mos nguroni që ta përdorni atë si duhet edhe për të menaxhuar këto situata. Uthulla e mollës mund të jetë një përshpejtues e humbjes së peshës tuaj trupore. Studimet tregojnë se uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes për sa kohë që konsumohet me kujdes. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të qëndruar i ngopur deri në vaktin e ardhshëm për të mos konsumuar edhe ushqime jo të shëndetshme. Ndaj, përdorimet e saj mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese në rastin tuaj. Ekspertët cilësojnë uthullën e mollës si alternativën e duhur për situatën dhe për të lehtësuar kështu edhe komplikacionet e saj. Uthulla e mollës, duke u përdorur me kujdes, mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë, por mund të ketë edhe acarimet e saj për organizmin. Ndaj në këto raste duhet t'i dini edhe efektet negative. Uthulla e mollës mund të dëmtojë smaltin tuaj të dhëmbëve. Ndaj për të evituar një gjë të tillë, këshillohet të pihet ujë me uthull molle gjithmonë me pips për të evituar kontaktin e drejtpërsëdrejtë me dhëmbët. Ai mund të shkaktojë acarimet e ezofagut, prandaj nuk rekomandohet të pihet pa u tretur në ujë. Uthulla e mollës nuk duhet të konsumohet më shumë se 1 deri në 2 lugë të tretura në ujë gjatë ditës. Njerëzit që kanë probleme me veshkat ose edhe probleme me acideve të tepërta duhet të tregojnë më shumë kujdes me përdorimin e uthullës së mollës për të evituar gjithashtu gabimet që mund të bëni me të. Gjithashtu, nëse keni irritimet e stomakut ose stomak të ndjeshëm, përpara përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.